Mirëmëngjesi për të gjithë ju që sapo jeni zgjuar dhe keni nisur ditën në Info Plus në Star Plus Televizion. Sot të flasim për liçenin e Shkodrës, një perlë e natyrës, një biodiversitet i mrekullueshëm dhe kush më mirë se për të folur për liçenin e Shkodrës dhe që ne shumë shpresojmë që ai shumë shpejt të përfshihet në UNESCO, është me mua sot Aurora. Mirëmëngjesi e dashur. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën. Kënaqësi me ardhmë me fol për bukuritë natyrore të Shkodrës, siç është edhe liçeni i Shkodrës. Është një kënaqësi shumë e madhe të kemi një profesioniste si ju, që do të flas më shumë për liçenin. Dua të di pak për biodiversitetin e këtij liçeni, Aurora. Ashtu siç e përmendë, unë me profesion jam biologe. Jo vetëm në fushën e mësimdhënies, por edhe në fushën e shoqërisë civile. Jam drejtuese një organizate mjedisore në Shkodër, ku puna konsiston në monitorimin e biodiversitetit, ekosistemit në tërësi, edukimin mjedisor, por edhe shumë çështje tjera që lidhen gjithçka me mjedisin dhe natyrën rreth Shkodrës. Në lidhje me liçenin e Shkodrës, tashmë çdo kush i di vlerat, sidomos shkodrant, për sa i përket vlerave natyrore, le të themi, biodiversitetit në tërësi. Liçeni i Shkodrës është liçeni më i madh jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Ballkan. Prandaj e bën atë dhe një ndër ekosistemet apo ligatinat më të rëndësishme në rajon. Është zonë e mbrojtur e kategorisë së 4, rezervat natyror i menaxhuar sipas ligjit shqiptar, por ka dhe status mbrojtje ndërkombëtare, meqenëse se është pjesë e konventave ndërkombëtare, siç është konventa Ramsar, pra është pjesë e siteve Ramsar, ligatin e rëndësisë veçantë, pikërisht për kriterin biodiversitet i lartë që ka ky liçen. Në liçenin e Shkodrës, përveç iktiofanës apo llojeve të shumta të peshqve, që mund të jenë rreth 45 lloje peshqish, ka florë dhe faunë tjetër, po themi të pasur, dhe pjesa e shpendëve. Janë rreth 270 lloje shpendësh, ujor, jo ujor, folezus, jo folezus, shtektues apo jo shtektues, madje edhe dimërues që vinë dhe dimërojnë në sezonin dimëror. Ndër këto, po themi, vlerat e habitatit janë rreth 15 tipe habitatesh natyrore të rëndësishme që japin një tjetër vlerë mjedisore liçenit Shkodrës. Por nuk mund të themi që nuk ka dhe lloje të rrezikuara apo të kërcënuara nga aktiviteti njerëzor, ndryshimet klimatike. Rreth gjysma e llojeve të shpendëve në 270 lloje janë shtektues. Ka dhe shpend ujor që janë rreth 112 lloje shpend ujor. Ka shpend të rëndësisë veçantë, siç është pelikani kaçurrel. Është folezues në liçenin e Shkodrës, por nuk folezon në pjesën shqiptare, vetëm në pjesën malazeze, sepse karakteristika apo e veçantë e tij është vendi ku folezon. Ato kërkojnë territore apo habitate larg aktivitetit njerëzor, prandaj preferojnë edhe ishujt. Dhe pjesa e ishujve, siç e dini, përkasin pjesa më e madhe e tyre i përkasin pjesës malazeze. Por kemi edhe një shpend tjetër të veçantë liçenin e Shkodrës, e cila folezon në pjesën më të bukur të liçenit, dandysha e detit faqebardh. Tham pjesa më e bukur sepse vegjeton pothuajse gjithë pjesa lindore e liçenit të Shkodrës, nga periudha prilli deri në tetor, zambakët e liçenit, që janë dy ngjyresh, i bardhit dhe i verdhit, janë dy lloje të ndryshme zambakësh, por kena edhe plot bime endemike, sikurse është dhe gështenja e ujit. Çdo shkodrani ka provu kur është lanë në plazhin e Shirokës, ti çpuar nga ato Perrat e vogla. Kur e shet të duket sikur është një molus apo guac, ka një moluskut, por në fakt është bima, fruti i gështenjës së ujit. Është lloje të kërcënuara, pikërisht qoftë pak nga degradimi i habitateve, ndotja, le të themi, por shpresojmë që edhe me statusin e ri, besoj që do jepet, le të jemi optimist, brenda 2 viteve liçeni i Shkodrës mund të jetë edhe pjesë e trashëgimisë natyrore botërore si zonë rezervë biosferë ndërkufitare në UNESCO. Çfarë mund të ndryshojë për liçenin e Shkodrës për fshirja në UNESCO?
Faktikisht, çfarë mund të ndryshoj? Jo vetëm në aspektin mjedisor, që do të thotë menaxhim më i mirë, mbrojtje më afatgjatë. Kur themi mbrojtje të vlerave natyrore, mbrojtje të biodiversitetit, ekosistemit në tërësi, cilësisë së ujrave. Por, le të themi, gjithçka do orientohet drejt objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm, që do të thotë qoftë turizmi, peshkimi, gjithë aktivitetet njerëzore që zhvillohen në pellgun e mbledhjes të liçenit të Shkodrës, patjetër që do jenë, po themi, zbatuese të rregullave nëse liçeni i Shkodrës do shpallet si zonë rezervë biosferë ndërkufitare në UNESCO. Por patjetër që ka dhe kritere për të klasifikuar si e tillë. Pra, kena detyra dhe detyrime, sikurse edhe përfitime. Përfitime mjedisore, përfitime ekonomike, mirëqenia po të ardhura më të mira ekonomike për komunitetet lokale, rritje e paketës turistike të liçenit të Shkodrës në të dy shtetet, me qenë se si liçen nëse shpallet zonë rezervë biosferë në UNESCO, do jetë përfitimi është i të dy shteteve, për Shqipërinë dhe Malin e Zi. Po, përveç përfitimeve, ti përmend edhe disa detyrime që ne kemi. Cilat mund të jenë disa nga këto detyrime? Mund të përmendim? Kur themi detyrime, që në fazat e para, po themi, të përgatitjes së dosjes, e cila ka zgjatur rreth 3 vite, e veçantë e këtij projekti që u iniciu nga shoqëria civile, si rrallëherë ndodh, nga të dy shtetet, është pyetur komuniteti, nëse dëshirojnë që liçeni i Shkodrës tjetë pjesë e UNESCO-s, rreth 70% e qytetarëve janë përgjigjur për po. Pra, e kanë aprovuar një gjatë të tillë. Pra, kur themi aprovim, do të thotë që ato patjetër kanë pohuar që do i nënshtrohen, po themi, rregullave që UNESCO-ja do përcaktoj. Në fazën e dytë është rrjedhimi i aktorëve, aktorëve qoftë qendror, qoftë lokal, le themi që kanë bashkëpunuar për hartimin e dosjes për nominim. Kush janë këto aktorë qendror lokal? Duke filluar nga komunitetet thame që janë pyetur drejt për drejt përmes pyetësorëve. Janë shoqëria civile e iniciuar nga shoqata EIDE në Tiranë, shoqata ENPRO në Malin e Zi, organizata lokale mjedisore, sikurse është edhe organizata Wellpoint, organizata të tjera që operojnë në Shkodër, Aros, Forumi i Liçenit, Bashkia Shkodër, për sa i përket autoriteteve lokale, prefektura, përfaqësues nga DRTK-ja, sepse nuk bëhet fjalë vetëm, po themi, kenë mbrojtje më të veçantë vetëm aspekti natyror, por futet këtu edhe elementi i trashëgimisë kulturore, sociale, ekonomike. E njëjta gjë është ndërvepruar edhe në pjesën malazese, pra krijimi i këtyre rrjeteve me aktorët lokal dhe qendror, Ministritë përkatëse të mjedisit, Agjenci Kombëtare të Zonave të Mbrojtura, me qenë se është zonë e mbrojtur në të dy anët liçeni, edhe nga pjesa shqiptare dhe nga pjesa malazese. Në fazën e tretë është rrjedhimi ndëreuropian, që do të thotë ne që ishim pjesëmarrës të rrjeti i parë, kishim të drejtë shkonim edhe të merrim eksperjenca. Unë isha pjesë e një, po themi, workshopi një javor, i organizuar nga Universiteti e Bersvalder, i cili ka një program të tillë për menaxhimin e zonave të mbrojtura, zona rezervë biosferë ndërkufitare, siç ishte në ishullin Vil, dhe pikërisht eksperjenca për menaxhimin dhe mënyra se si mbrohej apo ndërveprimin e vetë këtyre aktorëve lokal apo qendror, plani menaxhimit, mekanizmat e monitorimit, ishin një gjë shumë e vlerë që të na gjen edhe ne të përgatitur, pavarësisht se nuk është rasti i parë në Shqipëri, kena edhe rastin e bazenit Overpraise, e cila është zona e parë e shpallur zonë rezervë biosferë ndërkufitare në UNESCO dhe liçeni i Shkodrës do të jetë shembulli i dytë. Unë kam edhe një eksperiencë të tillë, po themi pikërisht mënyra se si menaxhohet edhe zona rezervë biosferë Overpraise, dhe besojmë të ardhmen ne si shoqëri civile do japim edhe ne kontributin për mirë menaxhim, le të themi, dhe një
mbrojtje sa më afatgjat, por ajo që përmend edhe ju në kuptimin cila do t'jetë vlera, ajo që përmenda, vlerat natyrore pa tjetër do t'jenë më të mbrojtura, më të monitoruara, më të mirë menaxhuara, dhe burimet natyrore po ashtu, gjithçka do jetë në shembullin e një ekonomie të qëndrueshme, zhvillim të qëndrueshëm si zonë model, ku do respektohet natyra, por patjetër do respektohet edhe njeriu. Prandaj edhe është edhe kjo bashkëtesa mirë njeriu dhe biosfera. Si mendon ti, çfarë menaxhimi është bërë deri më tani nga pushteti vendor, por edhe ai qendror liçeni të Shkodrës? Po ta shohim edhe në aspektin ndërkufitar. Liçeni i Shkodrës ka 2 kategori mbrojtjet apo status zone mbrojtur. Nëse në pjesën shqiptare është kategorie 4, zonë po themi rezervat natyror menaxhuar, kategoria 4, në pjesën malazeze gëzon statusin po themi kategorie 2, park natyror. Pavarësisht se është zonë Ramsar në të dy anët, që në 2005 që është shpallur, por nëse do shpallet zonë rezervë biosferë ndërkufitare në UNESCO, patjetër që do të ketë një plan menaxhimi për të dy shtetet dhe do zbatohet njësoj për të dy shtetet dhe patjetër do zbatohen, do ketë mekanizma monitorimi të njëjtë, po themi, për të dy shtetet. Kjo ofron edhe bashkëpunimin në Shqipëri dhe Malit të Zi për një mirë menaxhim të mirë, të burimeve natyrore, por edhe vetë ekosistemit të liçenit të Shkodrës. Sa mendon se janë shkodranët të lidhur me liçenin e Shkodrës? Ti përmende parë plazhin e Shirokës, përmende që të gjithë kanë thënë që janë dakord dhe me sa kam dëgjuar dhe në opinionin publik, po pjesa më e madhe janë shumë të kënaqur pas lajmit që liçeni i Shkodrës mund të jetë pjesë e UNESCO-s. Në këndvështrimin tënd, sa e duan shkodranët liçenin e Shkodrës? Të gjithë, nuk mundemi përjashtu në kuptimin shkodrant, ose edhe banorët e Bashkisë Malësia Malle, apo të komunës Krajs, po themi përtej kufirit, por nëse flasim për shkodrant, në mënyrë drejt për drejt dhe direkt çdo shkodran jeton me liçenin. Dhe më thonë që tonë me kanë përshkatorë për me ndjesinë e liçenit. Të gjithë e bëjmë nga një shëtite nga liçeni, e pim nga një kafe nga liçeni. Është ai liçeni që ne na ofron jo vetëm pamje, peizazh të bukur, na jep ndjesi emocion të mirë, ke plot mundësi aktivitetesh, sportet ujore, kena malin e të arbushit krejt afër, nuk mund ta përjashtojmë kur themi pellgu i mbledhës i liçenit, zonimi përfshin shkon deri në Alpe, sepse futen edhe të gjitha burimet që sjellin ujë, po themi, dhe furnizojnë liçenin e Shkodrës. Për shkodrant është kulinaria liçeni, është shati Zogaj, aty ku shef edhe gratë artizanatit që punojnë qilimat, peshkatarë që peshkojnë në mënyrë tradicionale, hedhja e rjetave, sidomos tashin në periudhën e dimrit, është një kënaqësi veti, unë edhe vetë jam edhe mësuese në Zogaj, dhe pavarësisht se shkolla shumë e vogël, me numër shumë të pak të nxënësve, por shkaj gjithmonë me dëshirën më të madhe. Asnjëherë nuk mërzitem që e bajet udhëtim edhe me biçikletë çdo ditë. Pra shkodrant munden ta vizitojnë liçenin, qoftë ecjet e tyre të mëngjesit ose të masditeve në verë, biçikletës gjatë ditës. Pra liçenin e kena një vend ku gjithë shkodrant kanë gjetë qetësinë e shpirtit, qetësinë e mendjes, mënyrën për të harxhuar kohën e lirë. Jo vetëm me lexu librin, gjatë verës me shfrytzu për sporte ujore, për të peshkuar, secili kënaqet në atë mënyrën e vet. Ti fillove të përmendësh pak më shumë për pjesën tënde personale, që ti shkon në shkollë në Zogaj. Dua të di pak më shumë lidhjen tënde emocionale, sepse e dalloj që ti flet me shumë dashuri për këtë liçen. Dua të di pak më shumë pjesën tënde, lidhjen tënde me liçenin e Shkodrës. Si çdo shkodran, edhe unë jena rrit me liçenin afër. Që në fëmijëri, prindërit tanë na kanë marrë me biçikleta, kena shfrytzuar gjatë 3 muajve të verës, po themi plazhin e Shirokës, qoftë edhe në pjesën lindore, nga bregu i Rancë. Por tashmë prej 15 vitesh jam edhe mësimdhënëse në shkollën Zogaj, dhe kjo më ka bërë të jem prezent çdo ditë, por edhe në fundjavave me
shumë aktivitete në lidhje me projektet e organizatës WellPoint, por edhe gjatë verës ku përfundon shkolla. Prej viti 2020 ne organizojmë edhe kampe verore me naturalistët, ku ne ftojmë gjithë fëmijët apo të rinjt e Shkodrës, që janë pjesë e këtyre kampeve verore, por edhe aktiviteteve që vetë naturalistët bajnë në lidhje me edukimin mjedisor tyre, ndërgjegjësimin e publikut, ndërmarrjen e shumë iniciativave mjedisore, zhvillimin e ideve të gjelbra të tyre, pra se si të rinjt apo të fëmijët mund të ndërveprojnë apo të ndërmarrin vetë veprime pozitive ndaj mjedisit. Ku më mirë pse jo për liçenin. Po turistët, sa e duan, sa janë afruar turistët? Shikojmë në çdo kohë që ka turist në Shirok, në Zogaj. Sa janë të afruar turistët me liçenin e Shkodrës? Le të themi, kena thënë që Thethi është një ndër destinacionet on top për Shkodrën. Për Shkodrën. Mbetet i tillë, është pjesë e natyrës, por nuk është as pak me pak vlerë edhe liçeni i Shkodrës. Vit për vit, po themi, ka plot turist që unë merrem edhe me guidat natyrore, po në liçenin e Shkodrës, por në zonën e Alpeve, edhe për kundrimin e shpendëve, por edhe për ngjitjet malore. Për gjithçka ka emërsin e përbashkët natyrë. Dhe turistët ne i ofrojmë edhe aktivitetet në liçenin e Shkodrës. Pra, le të themi liçeni i Shkodrës tashmë është bërë pjesë e paketave turistike. Dhe kjo sjell edhe më shumë net qëndrimit të turistëve në Shkodër. Tashmë nuk vinë vetëm turistë thjesht kalimtar për të vizituar kalan pak qendrën e qytetit dhe ta lënë Shkodrën, jo. Turistët vinë dhe qëndrojnë 3-5 net edhe një javë. Thjesht është dëshira apo jo vetëm dëshira vetë agjencive turistike, operatorëve turistik, por edhe resurset e pafundme që ka Shkodra natyrore. Turistin ke ku e çon, ke ku e shetit, ka plot aktivitete çfarë të bësh, çfarë t'i ofrosh nga Shkodra. Ke liçenin, ke sporte ujore, mund të bësh xhiro me stand-up paddle, bëjmë turin e zamakve, mund të kundrosh shpend. Kundrimi i shpendëve është një aktivitet që mund ta zhvillosh gjatë gjithë vitit. Unë kam turista, sidomos pjesa perëndimore e Europës janë shumë të apasionuar mas shpendëve dhe vinë në çdo stin për të kundruar shpend të liçenit Shkodrës. Nuk është se shef njëjtat lloje, por në çdo stin ti mundesh ke mundësinë me pa dhe shpend të ndryshëm në stin të ndryshme. Dhe kjo është ajo larmia biologjike që ka liçeni i Shkodrës dhe atraksionet se çfarë mund t'i ofrosh turistit nëse vjen në Shkodër. Okej, nuk mund të shmangim pjesën kulturore historike, dhe ato janë pjesë e trashëgimisë dhe pikërisht edhe dosja në UNESCO këtë ka pas për qëllim identifikimin e vlerave natyrore, të trashëgimisë kulturore, të ndërthuara dhe me trashëgimin, po themi edhe të aktiviteteve njerëzore, po themi tradicionalen, artizanatin, peshkimin tradicional. Pra këto vlerat duhen ruajtur, prandaj edhe hyrja në UNESCO pikërisht këtë qëllim ka, ruajtjen dhe promovimin e këtyre vlerave. Prandaj kjo kërkon edhe një kuadër ligjor të mirë dhe institucional, e cila çon në një menaxhim më të mirë, më efektiv dhe një mbrojtje më afatgjatë përmes një plani menaxhimi të zbatueshëm nga të dy shtetet dhe mekanizmat e monitorimit të cilat ne duhet t'i ruajmë këto vlera në të njëjtat nivele sikur se kena dorëzuar në momentin kur kena aplikuar për nominim. Dhe do jenë ekspertët e Komitetit Ndërkombëtar të Zonës Rezervë Biosferë, të cilët do vlerësojnë dosjen, pjesën administrative dhe dosjen teknike shkencore, dhe më pas do jepet verdikti e cili kërkon një kohë, një vit e gjys për të vlerësuar si dosje dhe le të jemi optimist që liçeni i Shkodrës pse jo është një vlerë, jo vetëm vlerë kombëtare, po vlerë ndërkombëtare. Me qenë se përmend është liçeni më i madh në Ballkan, ekosistemi ndër më të rëndësishmit në Shqipëri, dyti pas Divja Karabastas për sa i përket larmisë biologjike që ka. Dhe le të jemi optimist që edhe ne të jena pjesë e UNESCO-s, trashëgimisë botërore natyrore. Në fund duan nga ti një thirrje për të gjithë ata që e duan shumë liçenin e Shkodrës, që ne përmendëm që janë të shumtë. Kush e don liçenin,
E kam përmend edhe me profesorish Birkenen, me studentët e turizmit, që ta duash diçka, duhet ta njohësh. Prandaj, nëse ti e eksploron liçenin e Shkodrës, pra nëse e viziton, e përjeton, atëherë ti e don dhe e mbron. Dhe secili për nesh mund të ketë detyrë apo mundet me bë diçka sa do të vogël, duke fillu që nga përkujdesja në kuptimin mos me hall një meteorit, mos e hall. E para pa mendu atë impaktin negativ që sjell plastika në mjedis, thjesht imazhi, ajo peizazhin që ti e prish me hellin asaj shishes. Prishjen e diçkaje, po themi stolave, ndriçimit, derdhja ujrave të zeza, po themi, ose prerja drurve për rreth brigjeve nëse ban një dëm. Pra mundoje t'i bësh natyrë sa më mirë dhe jo ta mos konsiderosh ose të mos fajsosh veten për asgjë. Secili duhet me një vedin dhe të reflektojmë tek vetja jonë, tek veprimet tona në mjedis. Faleminderit e dashur për këtë thirrje kaq të bukur dhe faleminderit që ishe me mua këtë mëngjes. Faleminderit, është gjithmonë kënaqësi me fol për mjedisin, sidomos për liçenin e Shkodrës. Është shumë kënaqësi edhe për ne që të kishim në studio. Faleminderit dhe të gjithëve ju që na keni ndjekur deri në këtë moment. Takimi radhës së bashku nesër në Info Plus.